Mandati i katërt ka nisur dhe do të bitiset me një përkushtim të posaçëm për hapësirat publike, zonat turistike, parqet kombëtare, mjedisin në tërësi. Vendimet e reja që kemi marrë duke ndryshuar gjërësisht bazën ligjore të betejës kundër antiligjit në ndërtim janë në shërim kuptim plot i këtij përkushtimi. Për t'ia kthyer hapësirat publike qytetarëve dhe komuniteteve, për t'i çliruar trotuaret dhe sheshet e lagjeve, oborret e shkollave dhe të gjitha llojet e hapësirave tjera në vendbanimet tona nga zaptimet dhe zaptuesit, për të mbrojtur pasuritë dhe bukuritë e vendit nga zaptuesit dhe nga grabitësit. Ky nuk është aksion. Ky është misioni për t'u përmbushur pasi ka nisur vite më parë dhe vit pas viti, mandat pas mandati, fenomeni është kurrur, por nuk është absolutisht shkullur. Kështu që me durim, me këmbgulje, me forcë të hekur ligjore, deri në fund. Në Ksamil, Himar, Dërmi dhe Velipoj, ku janë mbrejtur dhe problematikat më të mprehta, aspektin e keq menaxhimit privat të plazheve, me çmime të pajustifikueshme fare në raport me cilësinë e dobët të shërbimit, bashkitë do të marrin në menaxhim plazh. Bishbarët do të reduktohen në maksimum dhe muzika jashtë mureve të lokalit në zonat e banuara do të ndalohet. Ndërkohë, plazhi historik tradicional popullor i Durrësit ka hyrë tani në një transformim rrënjësor me zgjerimin e ndjeshëm të brezit të rërës dhe me një brez të ri gjenbrimi. Do të bëjmë çmos që çka kemi në plan së bashku me kryetaren e bashkisë ta realizojmë të paktën në një masë aq të madhe sa të jetë e dukshme deri në sezon në ardhshëm. Do vazhdojmë të punojmë pa u lodhur për një turizëm që sjell cilësi, që respekton qytetarët dhe që e bën Shqipërinë një destinacion europian të dëshiruar jo thjesht për bukuritë e natyrës,